Shumë po më pyesin çfarë është network marketing dhe a funksionon me të vërtetë në Shqipëri? Network marketing është një model biznesi ku fitohet duke shitur produkte dhe duke ndërtuar një ekip që bën të njëjtën gjë si ty. Fiton nga shitjet e tua dhe nga komisionet e ekipit. Ndryshe, network marketing njihet si biznesi i shekullit 21, sepse ti mund të fillosh me një investim fare të vogël, duke filluar nga $100, $200 apo edhe $50. Kjo varet nga kompania. Punon online dhe ndërton një rrjet përmes shoqërisë tënde të ngushtë, njerëzve të afërt apo edhe mediave sociale. Si një person që ka punuar në network marketing, nuk është i lehtë në Shqipëri, por që është shumë i mundur. Problemi nuk është modeli apo kompania apo dhe produkti. Problemi është që shumica nuk din të marketojnë fare. Në Shqipëri ka një mentalitet të gabuar sepse ndjekin njerëzit me mesazhe gjithë ditën dhe e lodhin shoqërinë e vet, personat e afërt, duke dashur që t'i bëjmë pjesë me zor të ekipit të tyre. Por kjo gjë është shumë e gabuar. Por nëse ndërton një profil personal, krijon besim dhe përdor reklama të zgjora, njerëzit do të vinë vetë tek ty. Në fund, çdo biznes fiton vetëm kur di të krijojë trafik dhe besim.